Zoti Lapaj, përshëndetje. Sa ditë proteste numëroni sot? Sot është dita 100 ditë nga data 8 dhjetor, protestë pa ndalim 24 orë në 24. Në këto 100 ditë ne kemi realizuar forumet e pasdites, dhe nga ana tjetër janë realizuar dhe 5 protesta të mëdha dhe sigurisht angazhimi qytetari vazhdueshëm. Si mendoni se do të shkojë aksioni juaj? Po, ka dy mënyra të bërit politik, pra për t'u angazhuar në shoqëri në formën e kontributit politik. E para është mënyra e daljes në televizor, Facebook, pra i modeli i njerëzve që e shohin përballjen politike thjesht si show dhe modeli i njerëzve që e shohin si akt politik, si rezistencë, si përballje, si kontakt me qytetarin, si përballje me pushtetin. Ne kemi zgjedhur të bëjmë këtë të dytën. Modelin e njerëzve që politikën e shohin si kontakt me njerëzit, përballje për kauzat, përballje deri në arrestime, deri në shoqërime, sepse koha në cilën jetojmë është e atill, kërkon përballje. Për sa kohë do të vazhdoni ta udhëhiqni vetëm këtë betejë? Nuk jam i vetëm. Unë kam dalë si individ, pastaj rrugës janë bashkuar të tjerë, këtu kanë qarkuar pafund njerëz, ndërkohë protestat tona kombëtare kanë qenë mira. Shoqëria ka nevojë për të përballur me këtë të keqe, me hajdutërinë në këtë fazë. Dhe rrugë tjetër përveç se rezistencës përballë të keqes nuk ka. Kjo ka ndodhur në të gjitha vendet e tjera, kur e keqja bëhet e mbifuqishme, duhet që edhe rezistenca të jetë jo normale, duhet të jetë qëndrese e përtej normales. Sipas jush, cili është përfaqësuesi i opozitës sot? Po, unë nuk mund ta them këtë. Ajo që di të them është që modestisht unë apo ne në tërësi po bëjmë më të mirën që mundemi në rrethanat dhe kushtet kur jetojmë për të bërë opozitë reale, opozitë me vepra, jo thjesht me fjalë. Opozit me përballje me të keqen, opozit jo nga rehati studiove televizive, po opozit me sakrificë, opozit duke vendosur gjoksin vetë kauzave, duke u përballur në vit parë, leadership duke mos dërguar të tjerët para dhe vetë qëndrosh pas, po duke udhëhequr njerëzit në përballje drejt për drejt. Ky është modeli që ne duam të përçojmë dhe përmes kësaj synojmë që t'i frymëzojmë qytetarët për përballje edhe më të mëdha dhe për ta ndalur këtë të keq. Zoti Lapaj, pse nuk do t'i bashkoni protestës opozitës me datë 22 mars? Unë kam thënë her pas here, është e nevojshme që në gjendjen që është Shqipëria, të gjithë duhet i lënë egot më njanë dhe duhet kuptojnë që nuk është koha për të rritur partinë, është koha për të çliruar Shqipërinë nga kjo e keq. Partitë politike kanë një kohë kur rriten dhe kanë një kohë kur garojnë dhe ajo është koha që janë zgjedhjet. Në fazën që jemi duhet që të mos ketë gardhe, mos ketë ndarje, sepse logot në vetvete do të ndaloni qytetarët të bashkohesh. Këtu do duhet vinë të majtë, të djathtë, me parti, pa parti. Për këtë arsye, unë e kam thënë, bashkimi duhet jetë nën flamurin kombëtar, nën kauzën për një qeveri tranzitore. Kështu që sa kohë nuk bashkohen në këtë pikë, ne nuk mund të bashkohemi protestave të partive të tjera, sepse as ne nuk i kemi kërkuar bashkojnë të tjerët në protestat e partisë tonë. Kjo nuk është një protestë të Lëvizjes Shqipëria bëhet si parti politike, kjo është një protestë të qytetarëve të angazhuar, ku një pjesë e tyre janë dhe aktivistët Shqipëria bëhet. A mendoni se duhet të bashkoheni për të luftuar kështu qeverisjen e kryeministrit Edi Rama, apo mund të themi që secili lufton për interesat e tij politik? Është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri që të gjithë faktorët në opozitë duhet të bashkohen për të imponuar një model kodi zgjedhor në të ardhmen, pra një ligj elektoral që garanton garën, Shqipëria një zonë zgjedhore, listat hapura, koalicione parazgjedhore, dhe kjo intereson të gjithëve, sepse kjo sjell demokratizimin e vendit. Nga ana tjetër, ne mund mos e duam njëri tjetrin, po jemi të dënuar të bëhemi bashkë për të përballur me një pushtet represiv si ky i Edi Ramës. Ne mund mos e simpatizojmë njëri tjetrin, po jemi të dënuar që të jemi krah për krah në përballje me hajdutërinë e regjimit që Edi Rama ka ndërtuar. Ne mund të kemi probleme pafundësisht me njëri tjetrin në sektor të ndryshëm të opozitës, por jemi të dënuar që të gjejmë fjalën për të koordinuar punën përballë
në rezistencë përballë pushtetit të Edi Ramës, i cili ka prodhuar një sistem monstruoz të manipulimit, të vjedhjes, blerjes së votës për të mbajtur pushtetin. Nëse ne nuk e kuptojmë këtë, atëherë nuk i shërbejmë ndryshimit, po pa dashje, kushdo e bën i shërben qëndrimit pushtet të Edi Ramës. A mendoni se qëndrimi juaj do ta trembë kryeministrin Rama? Nuk do thosha në terma të tilla, po një gjë është e sigurt. Kjo që ka ndodhur këtu këto 100 ditë ka dëshmuar që Edi Rama është më shumë se i bezdisur. Kujtoni që kur e nisëm në 8 dhjetor, ai ishte drejtuesi një qeverie që fshihej pas 83 mandateve. Ndërkohë sot gjysma e qeverisë që ai kishte në 8 dhjetor nuk është më, është shkarkuar. Mund më jap dikush një argument logjik përse një qeveri që ende s'kish nis punën, kish shumë pak muaj në detyrë të mund të shkarkojë gjysma e qeverisë. Kur ne nisëm këtë protestë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit dhe drejtori i Tiranës ishin njerëz që nuk kishin shumë që kishin ardhur në detyrë. Por tashmë 3 muaj më vonë asnjëri prej të dyve nuk është më në detyrë. Dhe ajo që dua të theksoj është fakti që ky është një proces, ky është një rrugëtim. A ka ndodhur këto vetëm falnesh? Jo. Po nga ana tjetër, kjo që po bëjmë këtu ka nxitur reagime të gjithanshme, sepse të gjithë mundohen të bëjnë diçka dhe kjo ka bërë që ai të vendoset nën presion të vazhdueshëm. Keni parasysh që nëse nuk do shqetësoj, nuk kishte pse t'i binte fasada e tij si njeri demokratik. Po ai këtu nuk na ka lejuar të vendosim tënda për shkak, nuk na ka lejuar të vendosim ngroje, nuk na ka lejuar të sa vendosim plasmas kundër shiut, ai vjen dhe policia e tij na dhunon. Janë mbi 24 persona të proceduar penalisht në 3 muaj. Vetëm unë kam 14 vepra penale mbi supe në 6 kallëzime që policia e Edi Ramës, policia politike e Edi Ramës më ka bërë. Dhe 3 nga kallëzimet janë javën e fundit. Pra, nëse ai nuk do bezdisej dhe do të ishte i qetë, nuk kishte pse të bënte gjithë këtë oj sipërmarrje të kundraligjshme siç gjykata e ka thënë deri tani. Siç e thash, në 3 muajt e fundit janë proceduar penalisht 6 herë për një total prej 14 veprash penale. Dhe janë mbi 24 qytetarë dhe aktivistë që janë proceduar penalisht për mbi 50 vepra penale, të cilat lidhen me të drejtën tonë kushtetuese për të ushtruar drejtën e protestës. Një prej kallëzimeve tashmë është përfunduar, prokurori është shprehur dhe ka vendosur mosfillimin, e ka gjetur policinë e shtetit në shkelje. Nga ana tjetër, 4 prej arrestimeve të datës 4 janar, gjykata i shpalli të paligjshme, që do të thotë sa i takon veprimeve ligjore deri tani, në çdo rast policia e shtetit është gjetur në shkelje. Po për ish kolegun tuaj Shabani, keni ndryshuar mendim vetëm për ta mbështetur edhe si avokat i popullit? Personi në fjalë nuk e meriton të gëzoj më asnjë minutë apo asnjë sekond nga dita apo jeta ime. Është një tradhtar i kauzave publike. E ka problemin me shqiptarët, jo me mua. Zoti Lapaj, sa veta jeni sot në protestë? Po këtu ndryshojnë, gjatë kohës që keni qenë ju, tani janë 2, 4, 6, 7, 8 persona janë aktualisht, gjatë ditës ndryshojnë, pak më vonë që është forumi, besoj do bëhen 30-40, ka ditë që bëhen 100, ka ditë që bëhen 70, sot bje pak shi. E rëndësishme është që protesta ka vazhduar. Kjo protestë është si puna e atij gurit në këpuc, kur hyn një guriçkë e vogël që i vogël është, po qëndrueshmëria e tij në këpuc të bën këmbëgjak dhe detyrohesh të ndalesh për ta hequr. Cila ka qenë sfida më e madhe gjatë këtij qëndrimi? Sfida më e madhe, ka shumë sfida. Temperaturat kanë arritur deri në -7 gradë në janar. Të qëndrosh jashtë në -7 gradë nuk është fort e lehtë. Të qëndrosh jashtë në net me shi nuk është e lehtë. Të flesh në karrige nuk është e lehtë për 3 muaj. Domethënë, kjo është një betejë përtej normales dhe përtej logjikës, por e kemi bërë sepse edhe gjendja e Shqipërisë është përtej normales dhe përtej logjikës. Zoti Lapaj, faleminderit. Faleminderit dhe ju për hapësirën.